Mësimi mbi uratën. Një ditë Jezusi thoshte urat diku në një vend. Kur e kreu uratën, I tha njeri prej nxënësve: Zotëri, na mëso edhe ne të lutemi, sikur se I mësoi edhe Gjoni nxënësit e vet. Kur të uleni, u tha Jezusi, thoni: O atë, u shejtnoft e mnyt, ardh mbretëria jote, na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme, na I fal mëkatet tona, sepse edhe ne I falim fajtorët tanë, e mos lajo të bijëm në tundim. Dhe u tha: nëse ndonjëri prej jush ka një mik dhe I shkon në mesnatë e I thot: mik, mi jep hua 3 bukë, se më erdhi prej ullë miku im e nuk kam çka t'i jap për darkë. E ai prej brenda I përgjigji: mos më trazo, dera është tash e mbyllur e fëmijët e mi e unë ram në shtrat, nuk mund të çohem t'i jap. Unë po ju them, edhe nëse çohet t'ja jap, pse e ka mik, do të çohet me siguri për t'i lënë aq sa kërkon për shkak të trazimit. Edhe unë po ju them, lypni e do t'ju jepet, kërkoni e do t'gjeni, troklitni e do t'ju çelet, sepse kushdo lyp merr, kushdo kërkon gjen, atij që trokëllit I hapet dera. Dhe cili prej jush që është babë po I lyp djalit peshk në vend të peshkut do t'i jap qarpër, ose nëse I lyp vezë do t'i jap akrep. Nëse pra ju edhe pse të keqej dini fëmijëve tuaj t'u jepni dhurata të mira, sa më tepër Ati qiellor do t'ju jap shpirtin shenjt atyre që ja kërkojnë. Një herë Jezusi po dëbonte një djalë, e ky ishte Mehmeci. Kur djalli doli, foli Mehmeci e populli u habit. Disa prej tyre thanë: I dëbon djajit me ndihmën e Belzebulit, kryetarit të djajve. Do tjerë pastaj për të vënë në provë, kërkonin prej tij një shenjë prej qiellit, por ai duke I njohur mendimet e tyre u tha: çdo mbretëri e përçarë në vetvete shkretohet, një shtëpi bie mbi tjetrën, po qëse djalli është I ndarë në vetvete, pasi ju po thoni se unë I dëboj djajit me ndihmën e Belzebulit, si do të qëndrojë mbretëria e tij? Tashti, pasi unë I dëbokëm djajit me ndihmën e Belzebulit, bijtë tuaj me ndihmën e kujt I dëbojnë? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por në qoftë se unë I nxjerr djajt me pushtetin e hyjit, atëherë me të vërtet erdhi ndër ju mbretëria e hyjit. Kur trimi I fortë, I armatosur mirë, e ruan pallatin e vet, barë pasuria e tij është e sigurt, por kur vjen një më I fortë se ai e mund atë, ai merr armën në të cilën shpresoi e I ndan plaçkat e tia. Kush nuk është me mua është kundër meje, kush nuk bashkohet me mua shpërndan. Kur shpirti I dytë të ketë dalë prej njeriut, endet nëpër vendet të shkretuara, duke kërkuar pushtetin e duke mos e gjetur, thot: do të kthehem në shtëpinë time nga dola. Kur kthehet
e gjenë të fshirë e të stolisur. Atëherë shkon e merr me vete edhe 7 shpirta tjerë me të këqij se veten, hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet më e keqe se e para. Dërsa ai po fliste për këtë gjë, një grua në mes të turmës e çoi zërin dhe tha: "Lum, krahërori që të mbarti e gjinin që thithë." Ai i përgjigji: "Madje të lumt ata që e dëgjojnë fjalën e hyjnë dhe e zbatojnë." Mbas populli shkonte gjithë duke u bashkuar, ia filloi të flasë. Kjo brezëri është brezëri e keqe, po kërkon një shenjë, por se nuk do t'i jepet shenjë tjetër përveç shenjës së Jonës. Sikur se Jona u bësh shenjë për Ninevën, ashtu edhe Biri i Njeriut do të jetë shenjë për këtë brezëri. Mbretëresha e Jugut ditën e gjyqit do të ngritet bashkë me njerëzit e kësaj brezërie dhe do t'i dënoj, sepse ajo erdhi nga skaji i Leut për të dëgjuar urtësinë e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Njerëzit e Ninevës ditën e gjyqit do të ngriten bashkë me këtë brezëri dhe do ta dënojnë, sepse u kthyen me predikimin e Jonës dhe ja, këtu dikush më i madh se Jona. Askush nuk e ndez dritën për të vënë në vend të fshehtë ose nën shinkë, por përmbi pishtar që ta shohin dritën ata që hyjnë. Syri ynë është drita e trupit, kur syri yt është i shëndosh, krejt trupi është në dritë, por se kur është i sëmurë, edhe trupi yt është në tërë. Shiko pra ta që drita që është në ty të mos jetë e errët. Nëse pra trupi yt tërë është në dritë, pa asnjë pjesë të errët, atëherë do të jetë i tërë në dritë, sikurse kur dritësa të ndriçoj në tryezën e vetë. Dërsa ai ende po fliste, një farisej iu lut të shkonte tek ai për drekë. Ai hyri dhe u ul në tryez. Fariseu, kur pa se Jezusi nuk u la para bukët, u çudit. Zotëria i tha: "Po ju farizejt, lani për jashta gotën dhe këpucët, ndërsa brendin tuaj e keni plot rrëmbime e parapesi. Të marrë e a thua se ai që përfitoi përjashtësinë nuk e përftoi edhe brendësinë. Jepni pra një lëmosh që është brenda gotës e kupës e do të jetë gjithçka e pastër për ju. Por se vaj për ju, o farizejt, që jepni të dhjetën e mendërës në rryezës e të çdo barishtaje, por e qitni pas shpinë drejtësinë dhe dashurinë e hyjt. Këto të fundit është dashur të bëhet, e ato të parat s'është dashur të lirohen. Vaj për ju, farisej, sepse ju akal enda katëderën e parë në sinagogë dhe përshëndetjet në sheshe. Të mirët ju, sepse jeni porsivarë që nuk shihen e njerëzit, pa ditur ecin me to.
Atëherë një mësues i ligjit i tha: Mësues, ti duke folur kështu, po na i fyen edhe ne. Vaj edhe për ju, mësues të ligjit, i përgjigji Jezusi, sepse unë ngarkoj njerëzve të mbartë, mezi mund të mbartet, ndërsa ju vetë as me gisht të dorës nuk i prekni. Të mirët ju që u ngritni për mendore profetëve, kurse e tërit tuaj i patën vrarë. Kështu dëshmoni se i pëlqeni veprat e tërve tuaj, ata vranë, ndërsa ju ndërtoni për mendore. Këndej edhe dia e hyj tha: do t'u dërgoj profet e apostull, ata do t'i vrasin e do t'i salvojnë disa prej tyre, që prej kësaj brezërie të kërkohet llogari për gjakun e derdhur të gjithë profetëve që nga krijimi i botës, prej gjakut të Abelit deri në gjakun e Zakarijës, ku u vra ndërmjet lterit e shejtënores. Po unë po ju them, do të kërkohet llogari prej kësaj brezërie. Vaj për ju, mësues të ligjit, ju e morën çelësin e dijeve, vetë nuk hyt, e ata që deshtën të hyjnë i penguat. Kur Jezusi doli prej ande, skribët e farisejt filluan ta sulmojnë rënd tij, i vënë shumë pyetje, duke i ngrehur lehtët prej të zënë pisk në ndonjë fjalë prej gojës së tij.